Zotë Mojsi, ju keni qenë i pari në ndjenin time që u caktuat ose u krijuat Paktin e Atlantikut me shoqatën Partnership for Peace, që pastaj kjo ishte hapi paraprak që ne fillum dhe procesin për NATO dhe hym NATO. Tani, duke qenë se ne jemi pjesë e NATO-s, për gjitha këto vretje që thatë ju se si duhet veprojë ushtria, hierarkia, kolegialiteti, nuk na kërkojnë llogari neve për ndërtu një ushtri të fortë dhe tjetra. Sot ka individ që mburren që e kanë fut ato Shqipëri NATO. X apo Y-is po përmendim emra. Ju keni qenë nëse ka njëri që duhet flasi për procesin e futjes NATO, jeni ju. Çfarë mendoni? A ka qenë ky proces, a ka qenë ky punë e një individi dhe ushtria me ardhjen e NATO-s, a ka filluar të forcohet dhe të ndërtohet një ushtri serioze dhe solide? Futja në NATO nuk është një veprim mekanik. Ja. Ajo përfshin përgatitjen ideologjike, përfshin përgatitjen ushtarake, politike e gjitha në radhë, dhe krijimin e kushteve tjera. Që përdosh në NATO. Që ti demonstron se e një shtet demokratik. Dhe është vërtet ajo që thatë juve që shoqata e Atlantikut ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm. Ne kur e krijuam shoqatën, u mbrodhëm të tani cilat janë detyrat tona. Sepse dje për dje NATO konsiderohet i gogol në shtëpinë shqiptare. Tani ne ishim alat. Atë duhet të argumentojmë se si u bë kjo punë, pse si qysh. E dyta, duhet të vidim njerëzit pse duhet të hyjnë në NATO. Dhe e tërta që është më e rëndësishme, duhet binim edhe alatët që a jemi të devotshëm ne për të bërë pjesë e NATO-s. Dhe pikërisht në këtë kuadër edhe u punua. Shoqata ka bërë një punë shumë të madhe. Pikërisht për këtë ta thash. Dhe ka bërë një punë vërtet që shumë të madhe këtë, ne bërim konferenca ndërkombëtare. Ç'është kjo politikanëve shqiptarë që do të marrin e bonun? Leqja ajo është një shtet, është një ja është punë intensive për gjithanë shoqanë. Dhe më kujtohet mua kur zgjodhëm udhëheqjen e shoqatës, zgjodhëm dy dimse, ishte një Genspolo, ishte edhe Michael. Unë isha presidenti. E më thonë mua, që do të këte nga socialistët? E të një një që ti. Njështë të është, në NATO hyrët me dy kemë, nuk hyrët me kemë. Është sepse, kjo o procesi bëhet për 4 vjetë. Jemi pushtet. Po ku jemi motivet e re, jemi si jemi. Jemi si jemi pushtet. Ashtu, kjo duhet vazhdoj puna. Edhe s'mund vazhdoj duke të rrë njerëzit. Njerëzit specializohet. Mere me të punë. Kjo punë, dhe në fakt, po të qikosh të vetët e tjera kur bëllidhe, ishin nga 2 shoqata, ose nga 3 shoqata. Rumundi ishin 3 shoqata. 3 shoqata. Një të majtë, një të djatë, një të ministrisë brojtjes. Edhe nësa me që i fillim krijuam një. Sepse hyjja NATO ishte një detyrë, dhe vëtë që të shkryesh ka gjithë bashku. Gjithë bashku. Për arsye sepse ishte një vendim shumë rëndësishëm për tasmen e vendit, si e mnodhe. Edhe nuk mund të merrej domethënë vetëm nga njëra palë. Të gjithë palët ishin dakord. E që ndodhi. Sepse ka një diçka. Unë gjithmonë e kam mirë. Unë kam kritikuar edhe veprimin si punon politika jonë.